Problemet në aksin rrugor Qukës-Qafpllocë janë rikthyer sërish, vetëm disa muaj pas inaugurimit të tij. Në disa segmente të lotit të dytë të kësaj rruge, siç dëshmohet edhe nga pamjet, është qartë traseja duke rrezikuar sigurinë e qarkullimit. Dëmtimi më i fundit është konstatuar në afërsi të fshatit Trebi, ku struktura e rrugës ka pësuar çarje si në pjesën anësore ashtu edhe në atë qendrore. Si pasojë, qarkullimi i mjeteve vijon vetëm në njërin korsi, ndërsa zona është bërë problematike për drejtuesit e automjeteve. Firma kontraktore ndodhet në monitorim të vazhdueshëm të situatës, ndërkohë që autoriteti rrugor shqiptar ka njoftuar të pritet të ndërhyjë për vlerësim dhe riparimin e dëmtimeve. Kjo nuk është problematika e parë që shfaqet në këtë aks rrugor, i cili u inaugurua në shtator të vitit kaluar. Gjatë muajve të fundit, si pasojë e motit të keq, janë regjistruar rrshitje të vazhdueshme të dheut, veçanërisht në afërsi të tunelit, por edhe në segmente të tjera të rrugës. Në disa raste, rrshitjet kanë bllokuar totalisht qarkullimin, duke krijuar vështirësi serioze për përdoruesit e këtij aksi. Rruga Qafpllocë, me gjatësi prej 43 kilometrash, ka kushtuar rreth 260 milion euro dhe konsiderohet një nga investimet më të mëdha infrastrukturore të viteve të fundit, por që vijon të shfaq probleme të përsëritura strukturore.